Minneapolis është ndërruar në provë më të qartë se politika e forcës federale ka kufi real, sidomos kur përplaset me qytete të mobilizuara politikisht, institucione lokale rezistente dhe një opinion publik të ndjeshëm dhe shkeljeve të drejtave civile. Administrata e Donald Trump e ndërtuar mbi retorikën e ligjit të rendit dhe ofensivën e pamërshirshme kundër emigracionit është detyruar të tërhiqet pjesërisht nga një operacion që synonte të demonstronte autoritet federal, por përfundoi duke ekspozuar brishtësinë politike dhe institucionale të kësaj qasjeje. Largimi i figurës drejtuese të operacionit dhe reduktimi i pranisë agjentëve federal në Minneapolis përbën një zbytje të heshtur, por domethënse në qendër të kësaj krize qëndron Gregory Bovino, kreu i US Border Patrol dhe figura më e njohur e ofensivës e migracionit të administratës Trump në Minneapolis. Bovino është hequr ose të rrequr nga roli i tij në qytet dhe do të kthehet në një post të mëparshëm në Kaliforni, ku pritet të dalë në pension. Ky largim, sado që u paketua zyrtarisht si ripozicionim administrativ, lexohet gjithsesi si një zgjidhje krize pas polemikave të forta që shpërthyen për shkak të operacioneve federale të zbatimit të ligjit në Minnesota, e mbi të gjitha pas vdekjes së 2 civilëve gjatë ndërhyrjeve ku u përfshin agent federal. Në politikën amerikane, këto lëvizje rrallja neutrale. Ato janë sinjale. Operacioni federal i konceptuar si pjesë e një strategjie më të gjerë për të shtrirë kompetencat e forcave kufitare dhe të emigracionit në qendrat urbane, u perceptua nga autoritetet lokale dhe komunitetet si një provokim i drejt për drejt. Arrestime agresive, prania armatosur në lagje multietnike dhe një gjuhë zyrtare që shpërfillte realitetin social të qytetit, dhe reagime të menjëhershme, protestat, refuzimi i bashkëpunimit nga bashkia dhe përplasjet politike është ndërruan Minneapolisin në një fushbetejë simbolike mes pushtetit federal dhe autonomisë lokale. Incidentet fatale e zhvendosën debatin nga emigracioni tek dhuna shtetërore, duke rikthyer traumën kolektive që qyteti mban ende të hapur prej vitesh. Ajo që e detyroi administratën Trump të tërhiqet nuk ishte vetëm presioni i rrugës, por edhe kostoja politike në rritje. Kritikat nuk erdhën vetëm nga kundërshtarët tradicional, por edhe nga ligjvënës republikan, të cilët kërkuan hetime dhe transparencë. Në këtë kontekst, vazhdimi i ofensivës do të nënkuptonte përballje të hapur me një qytet simbol, rrezikim të rendit publik dhe përkeqësim të mëtejshëm të imazhit presidencial. Zgjidhja erdhi përmes një formule të njohur: largimi i komandantit, ulja e profilit të operacionit dhe një heshtje e kujdesshme zyrtare për fjalën tërheqje. Minneapolis në këtë kuptim nuk i rrezoi politikisht Donald Trumpin, por i vendosi një kufi të qartë. E tregoi se përdorimi i forcës federale në mjedise urbane të polarizuara nuk prodhon domosdoshmërisht të rënd, por shpesh rezistencë, nuk ndërton autoritet, por e gërryen atë. Për te SBA-s, ky episod ka edhe një domethënie ndërkombëtare. Ai sinjalizon se edhe administratat më konfrontuese përballen me kufizime shoqërore dhe morale, të cilat nuk kapërcehen me uniforma dhe urdhra. Në fund, zbythja e Trumpit në Minneapolis betet një precedent i rëndësishëm, një qytet që rezistoi, një komandant që u largua dhe një administrat që, pa e pranuar hapur, ndryshoi kurs. Në politik, sidomos për lider që ndërtojnë pushtetin mbi imazhin e forcës, këto janë momentet kur realiteti flet më fort se retorika.